Ndryshime të rëndësishme në Akademinë e Vllaznisë. Nga burimet të Star Plus mësohet se ekipi U19 do drejtohet në sezonin e ri nga Haris Lika, i cili zëvendëson në këtë detyrë Edmond Doçin. Vendimi është marrë gjatë një takimi të zhvilluar në ambientet e klubit, ku kanë qenë të pranishëm presidenti Alban Xhaferi si dhe drejtori teknik Vjoresin Sinani dhe Alban Hasani. Haris Lika është një emër i njohur i futbollit shkodran, si ish futbollisti i Vllaznisë e ka krijuar prej vitesh eksperiencë si trajner, duke punuar me grup mosha të Akademisë Vllaznia, Akademisë AS, Shënkollit, Veleçikut, Basanjës si dhe për një periudhë të shkurtër me ekipin e femrave të Vllaznisë. Trajneri shkodran zotëron licencën UEFA Pro, ndërsa vlerësohet për punën e tij në zhvillimin e futbollistëve të rinj. Pikërisht kjo përvojë ka bindur drejtuesit kuqeblu të besojnë drejtimin e ekipit U19 në prag të sezonit të ri. Për Likën sfida nuk do të jetë e lehtë. Vllaznia U19 vjen pas një sezoni jo në nivelin e pritshmërive dhe objektivi i tij do të jetë rikthimi i skuadrës mes pretendentëve të kampionatit, por edhe përgatitja e sa më shumë talenteve për ekipin e parë të klubit.